Bashkëshortja e Shpat Kasapit rëqet me mesazhin e saj: pse u ndave nga jeta në krahët e mi. Selvi e Jau, bashkëshortja e Shpat Kasapit, i cili ndëroi jetë papritur si pasojë e një ataku në zemër, ndan dhimbjen e saj për humbjen e tij. Në një postim emocionues në rrjetet sociale, ajo tregon për vuajtjen, lodhjen dhe boshllukun që la Shpati në jetën e familjes. Ndrove jetë në krahët e mi, o jetë. Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentat në Itali, që ta çonim tek logopedët më të mirë. Sa kemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di. Sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk e prisja të dëgjoja Roelin duke të thirrur babi. Nuk e prisje ti, Shpat. Nxitove dhe na la vetëm, pa ty e le Roelin jetim, o Shpat. Në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty, kur duart e tua duheshin më shumë se kurrë. Si t'ja shpjegoj Roelit që babi nuk është më?